dhe me thonë një normativ ose regull, por të tilla raste kanë qenë deri të përleshjet, deri të vrasjet, dhe kemi një numër shumë të madh fatkeqësisht në këto 2-3 vitet e fundit në Kosovë që si rezultat i këtyre njerëzve që miren me fajde dhe me kamata ka bërë që disa njerëz domethënë kanë humbur jetën për shkak të fjalosjeve, të moskrimit të parave. E na dim që njerëzit e cilët i kanë frikë krijuesit, i kanë frikë Zotit, nuk futen në këto rrugë, sepse ne kemi dukuritë që Zoti ka përmendur në Kur'an si dukuritë që shkatrojnë shoqërinë, si prostitucioni, alkooli, mirë, po kamata është më e keqja e gjithë atyre, për shkak se nuk e lën njeriu asnjëherë të qetë as ditën dhe as natën. Për këtë qëllim unë i bëj thirrje gjithë domethënë të rinjve dhe të rejave që të kenë kujdes, sepse ne e dim që në Kosovë ka dhe banka, ma shumë si mikrofinanca që ftojnë edhe në telefon, telefonojnë, marrin numra, nëse dëshon të merrni kredi, dhe kjo është domethënë e papranueshme për shoqërinë tonë, se na dim që jetojmë në një shoqëri e cila nuk e ka lehtë me ardhë te pasuria, dhe mendojnë që pa dëshmitar shkojnë dhe aplikojnë, marrin kredi, duke mos u marrë fare, domethënë kredidhënësi, se si do t'ja del kjo familje. Dhe pastaj futen në vështirësi, në shitjet e tokave, parcelave, shtëpive, për çfarë lutem Zotin që kjo shoqëri të këndellët, sepse nuk ka qenë asnjëherë në të kaluarën që për ta blerë një makinë duhet me hi kredit, për shku në deti duhet me marrë kredit. E kjo është e tepërt, ose për mbrëmjet maturës e kështu me radhë. Po. Dhe Mustaf, dua të ndërlidhem me ty, pra nëse flasim për këtë, cilat janë